për dakord të xhirum spektakël. Publiku futet i çik në YouTube ta shohë. Atë që unë du të pyes, se këta e shikojnë njerëzit, se ka dalë. Me projektet e reja si je, çfarë plane shkella? Në fakt, ky projekt i cili që sapo përfunduam bashk, më dha më shumë arsye për të parë veten diku edhe me një hap më përpara. Nuk më demoralizoi puna, nuk më demoralizoi energjia negative njerëzve të cilët kanë atë mllefin brenda shpirtit, por puna jote dhe puna e personave të tjerë të cilët janë të përfshirë tek pjesa artistike, më bëri që unë të jem flak për sezonin veror pas këtij projekti me një projekt tjetër i cili do shokohen dhe antarët e familjes, jo vetëm personat të cilët na dëgjojnë. Shiko, kjo mu bëhet qepi që je shumë optimist ke kjo pjesë, se duhet me qenë, ti je artist, duhet me qenë optimist së zbor. Po, se muzika ka qik vështirësitë e veta, pavarësisht se ti u bone vite që jenë në treg. Jenë shumë forma në treg, jo vetëm muzikë. Që ke ca gjona tjera që i ke shumë më të mëdhaja se pjesa e muzikës, që normalisht ty t'japin shumë dorë në publicitet ato. Po, jam kurioz di se jemi para sezonit. 1, 2, 3 këngë, si e ke planin? Ato mi dhoni shumë një kolë për të fort këtë rallë? Se kemi sezonin nëpër, dime e shqiptar. Pas këtij projekti që sapo e ka përfunduar Dora jote, kësaj këngë, janë dhe 2 projekte të tjera të cilat do të jenë në bashkëpunim me Donin.